Zoj Dyshniku, deputeti britanik Farage ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se po sillet hipokrit ku nga njëra anë ka pranuar emigrantët që sjell Italia në qendrën e Gjadrit dhe nga ana tjetër ato që kërkon Britania për t'i sjellë në Shqipëri, pra emigrant të ndryshëm, nuk ka pranuar në rastin e kërkesës që i bëri kryeministri britanik. Dhe për këtë arsye ai ka thënë që 1 në 50 shqiptar janë në burgjet e Britanisë dhe Edi Rama t'i marrë sa më parë këta shqiptar. Ju si mendoni, çfarë ka prodhuar gjithë kjo politikë nisur që nga analiza që ju bët pak më parë mbi emigrimin e shqiptarëve jashtë dhe nga ana tjetër a rrezikon që Shqipëria vërtet të marrë emigrantët që ndodhen në burgjet e Britanisë për të rikthyer në Shqipëri? Unë lexova përgjigjen që i dha ky. Tash nga ana diplomatike unë mendoj se ja ka dhënë mirë ky përgjigjen atij. Se për këto punë ky është mjeshtër. Po puna është që ky duhet zgjidhë pse kanë vajtur ata emigrantë atje. Edhe pse merren me krime ata atje. Pse janë për burgje, se janë vetëm në Angli. Po janë në tërë Evropën. Po ti ke prima burgje plot. Më shumë ka burgje se sa universitete. Pra problemi fillon këtu. Atë që thash që parë, që këtu s'ka punë njerëzit, atëherë do merren me punë të pista. Ai deputeti anglez mund mos e ketë drejta të shifrë të saktë, se zakonisht në këto raste kur bëhet çik mediatike edhe zballohen gjërat. Po që është fakt ky për shqiptarët është se vetëm media jonë njëri i trumbeton me të madhe. I trumbeton, nuk trumbeton për shembull se s'ka çerdhe e kopshën në Tiranë, po thotë kaq filani, kaq ashtu drogaxhin në Ekuador. Takova filanin, takova fisekun. O bredhin kadranët. U kap ky këtu, kaq drog këtu, kaq drog atje. A kuptonti se çfarë lloj propagande bëjmë ne këtu? Nuk bëhet propagandë të kritikohet tu Shqipëria që bëhet vend i jetueshëm. Ti kundërvjet politikave që bën ky. Ky thotë e kemi të hapur do kufirin. Po ti ke të hapur kufirin, se s'bën punën ti si ekip as, se kufirin e kanë hapur të gjithë bota. Po ti e ke hapur për së prapthi. Ti ke hapur se ti e ke lëshuar pa dorez. Se marrin një gjë. Ky thotë marrin se turizmi nuk është thjesht të vinë turistët tu të lajnë edhe të ushqejnë edhe të flenë. Nuk janë këto, se ata turistët që vinë, ata që janë tamam elitar, nuk janë se ata që marrin e byrek 300 lekë, edhe flenë, marrin çadrën, dy të dashuruar, edhe hapin çadrën në 2 lulishte te stadiumi Dinamo. Unë them me turizëm elitar, janë ata që shkojnë për resorten, harxojnë, shpenzojnë, por ata nuk kanë nevojë thjesht për të shkuar për të rënë qoftet në Pazar i Ri. Prandaj, ai elitari, ai do parqe, do lulishte, do aktivitete, çfarë aktivitetesh? Pse ato që bën ai privati, thret këngëtarë, hajde këndoj një këngë sot, këndoj një këngë nesër, vin nga Kosova këngëtar, këndojnë, ai merri parë. Po s'është ky? Në botë ka aktivitete të përditshme, por e duhet argëtohet populli. Jo thjesht argëtim turistik. Po mirë, po populli kur do kujtohesh ti? Se këti ka ngjerë mendja turizëm. Ky është kryeministër i turizmit, nuk është i shqiptarëve. Se ky nuk zëngoi shqiptarët. Ne thotë ja kemi sukses, ja, kaq milion turista. Po, sa milion pa punë janë? Sa fëmijë pa shkolla, pa çerdhe? Pse si zëngoi? Nuk i zëngoi ta. Ose marrim tjetër. Thotë ky, do vizitojnë turistët ato kalat e vjetra, monumentet e kulturës lartë. Dakor, do vinë ata. Sa shpenzon ky për këta në vit për ristrukturimin e këtyre edhe mirëmbajtjen e këtyre monumenteve të kulturës? 100 milion euro. Dakor që i bën ky.
Po mirë, ajo është kultura e një kohe të vdekur, e kaluar. Po mirë, sa lek harxhon ky për kulturën e njerëzve të gjallë, të fëmijëve, të të rinjve, të qytetarëve? Asnjë lek. Asnjë lek. Se ky vërtet harxhon, sponsorizon kur vin sportistë, kur bëhen gara d'Italia etj. Kur vin këngëtar tan në sheshe SFRB, paguon bashkia, paguon qeveria, Ministria e Kulturës, bën pare. Po populli nuk do këto. Populli do, fëmijët dhe rinia duhet argëtohen për ditë në lagje, në shkolla. Duhet ketë aktivitete siç ka bota. Bota ka në përlagje, kam parë në Michigan me 10. Kanë podiume, kanë sheshe caktuar, mjedise caktuara. Japin koncerte, janë të programuar me nxënës, me fëmijë, edhe me instrumentistë që janë amatorë, që janë të pareklamuar. Vinë, japin shfaqje, i ka programuar bashkia. Këta aty reklamohen dhe pastaj punësojnë edhe aktivizohen. Bile jashtë e përdorin edhe këtë, japin edhe koncerte kështu private, të pa programuar në për sallat ndryshme, në për supermarkete, në për aeroporte etj. Pra ka shumë nga këto forma që këto nuk shihen fare. Pse? Se këtu Ministri i Kulturës thot tendrin, thot rikonstruksioni i Butrindit. Pare, pam, sa fitoj unë, sa mjep mua, sa do marrësh ti. Kjo është kultura janë. Tjetër, ti s'kan lagje biblioteka lagjesh. Edhe për fëmijët, po edhe për pensionistët. Pensionistët kanë një klub, kanë bibliotekë dhe klub kafene, që të rrinë, të argëtohen, të lexojnë një revistë, të lexojnë një libër, të lozin domino, shah, të kanë kohën. Tjetër, për fëmijët, s'ka një qendër kulturore, si dikur ka qenë shtëpia Pionierit me kurse, me violinë, me gjitha instrumentat, violinë, piano, fizharmonik, etj. Kurse baleti, kurse teatri, kurse sportive, klasa etj. Kjo gjallëron. Pandaja, kalamajt rrinë me celular në dorë. Ç'a mëson ai atje? Do mësoj video me dhunë, e brava më bravo, me pazare, fitova kaq, humba kaq. Të rikthehemi pak tek deklarata e kryeministrit Rama që kishte dhënë në një intervistë për The Guardian, duke thënë se sa herë që Italia na kërkon diçka për ta bërë, pra në raport me këtë vend, ne e bëjmë direkt duke qenë se na kanë ndihmuar dhe në këtë rast i është referuar pritjes së emigrantëve nga vendet e tjera që Italia i ka sjellë në Shqipëri. Si mendoni, Shqipëria duhet i thot vazhdimisht po Italisë për çfarë do lloj gjëje që kërkon Italia, qoftë në këtë rast edhe për marrëveshjen e emigrantëve që i ka sjellë në kampin e Gjadrit? Po kush është ky më që vendosja për Shqipërinë? Kush është ky? Kush e ka caktuar që ky është pronari i Shqipërisë? Po kush e ka caktuar? Unë prandaj akuzoj Evropën. Se Europa që kur u bë kushtetuta nuk ka këmbgulur që të vendoset ndarja e pushteteve. Nuk ka ndarje pushtetesh. Kush parti merr votimet, ai merr kuvendin, merr qeverinë, merr institucionet të tjera të pavarura etj. Ai është mbret. Ti ke kontrollin lart shtetit dhe avokatët e popullit që janë dordolec, janë kukulla, as i kompetencë. Për çka krijohen? Për thënë që jemi demokraci, çfarë demokraci është kjo? Në cilën vend të botës zhvilluar ekzistojnë këto lloj marrëdhënies? Shkon ankohesh te KLSH-ja? Jam ankuar unë një për Bashkinë e Tiranës te KLSH-ja. As pyeti fare ai vendimin, më dha të drejtë KLSH-ja, por ai Erion Velia as pyeti fare për KLSH-n. Atëherë pse duhet KLSH-ja? Pse duhet? Kanë vajtur ata avokati i popullit, populli të problem? Ata mbronin, ata ti pyesin të bashkisë thonë. Ora unë thash, unë kam një korrespondencë, kam një dosje plot korrespondencë me ta, me pulë, me firmë. Kur do shikoj thash, s'ka nevojë të pyesë atë. Hap ligjet tash, më takon as më takon. Je njeriu ligjit i. E mora dosjet dhe i thash ju, sjeni për këtë punë. Ju merrni rrogën thash hajde tjetër. Kështu që këto gjëra janë falso. Janë falso. Këtu tani kjo është diktaturë.
Evropa hesht, ke plotësuar kushtet në BE, ja u bë tani, u dhanë konkluzion që bën takimin në Strasburg. Qa thanë? U bë takimi, ne i thamë, ata na thanë, qa konkretisht? Kush kushte që plotësuar aty? Se ishte në grup kapitullin e 3, ishte edhe kapitullin 19, politika sociale dhe punësimi, që janë të lidhur me njëra tjetrën. Pra, punësimi me pensionistët. Urdo, ç'është? Ç'është asgjë. Kjo është Evropa. Është ajo Evropë e 1113-ës që na shqeu trojat në. Është ajo Evropë, e kam thënë edhe tjetër. Është ajo Evropë që në 39-ën kur pursoi Shqipërinë Itali fashiste qepi gojën.